Lutem gjithë deputetët që të zonë vendet, me qëllim që shërbimi i deputetëve të numëroj se sa vetë jemi në salë. Ju lutem uleni në përvende sepse është e pamundur që të numërohen të pranishmit. Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, në salë janë 115 vetë dhe mund të vazhdojmë me punimet e seancës konstitutive të kuvendit. Që në fillim kërkoj t'ju njoftoj se sot është dita e turgjve, 23 prilli, turgjët Kosovës, dhe u urojmë turgjët Kosovës këtë fest. Vazhdojmë pra me punimet e seancës konstitutive të legjislaturës 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës, filluar me 15 prill 2025, vazhduar me 17, më 19 dhe me 21 prill 2025. Pika 3 është zgjedhja e kryetarit të kuvendit. Të nderuar deputete, të nderuar deputet, në seancën konstitutive më 19 prill 2025, kandidatja për kryetare të kuvendit deputetja Albulena Axhiu, e propozuar nga subjekti lëvizja vetëvendosje nuk i mori votat e nevojshme, andaj ftoj përfaqësuesin e lëvizjes vetëvendosje që ta propozoj kandidatin për kryetar të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Kryetarja apo kryetarja ju njoftoj se zgjidhet me shumicë të votave të deputetëve, së paku me 61 vota për. Urdhroni, zoti përfaqësues.
Përshëndetje, atëherë, nderuari kryesues, lëvizja vendosje propozon atë që gjithmonë ishte propozimi ynë, zonën Albulena Haxhiu për kryetaret të Kuvendit të Republikës Kosovës. Të nderuar kolegë, ju lutem gjithëve që ta mbështesni dhe të dalim nga kjo bllokadë. Faleminderit. Në sallë jemi 115 vetë, më falni, 117 vetë, pra kemi quorum. Lusë deputetët që me ngritje dore të deklarohen për kandidatën në propozuar në këtë rast për kryetare të Kuvendit deputetën Albulena Haxhiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar deputete, të nderuar deputet, të nderuar pranishëm, shërbimi i deputetëve konstaton se në sallë kanë votuar 57 deputet për, 46 kundër dhe 3 kanë abstenuar. Në bazë të rezultateve të votimit, nuk kalon kandidatja për kryetare dhe seanca ndërpritet për të premten me 25 prill në ora 11. Ju faleminderit. Më falni, në ora 10